A duhet me ka një gru si burr për me ecë përpara, për shembull si përmarrje ose për me bë sukses? Unë vetë e kam pas atë gabim. E kam bë atë gabim. Unë vetë nga friga edhe nga vështirësitë që femnat kanë pas me bë sipërmarrje në Shqipëri, unë vetë i kam ndërtu vetë disa maska që jam sjell si mashkull, jam sjell se çfarë do të thonë mos sjell si mashkull. Mos sjell si mashkull është që ti çon zonin, vepron, reagon në mënyra të ashpra. Femna nuk është ashtu, femna është delikate, femna s'ka nevojë për me ushtruar atë lloj presioni. Por biznesi nuk është i lehtë, edhe sidomos në vendet si tonat. Po, e kam bë, edhe unë e këshilloj fortësisht femnave që sidomos tani që unë edhe mentoroj edhe flas në për stage, në për botë. Pra, nuk e kanë pas problem vetëm na, këtë zbulova Giulio. Është ka kanë problem masiv, botnor, si vë thonë. Dhe kanë pas shumë femna këtë lloj gjaje, vazhdojnë një pjesë e madhe me e bë, po themin e bajnë policën si punë dhe kthehen si mashkull. Në një kohë që nuk është e nevojshme, por duhet me gjetë edhe rrugën e mesme se si me e bë. Pra nuk duhet me kanë. Një gru po gjeti veten e vet, gjen ata personalitetin e vet, karakterin e vet, nuk është e nevojshme me kanë si mashkull.